Ka që është. Dhe që do Po ti hiqësh që je neutral. Edhe njerë të thash. Se une nuk hiqa që jem neutral. Une tas fare nuk i dho. As kom qepin e më po neutral. Kush ka thonë? Ti hiqësh që je neutral. Kush ka thonë ashtu? Edhe ti nuk po je neutral. Kur më keni ti mu që më kom thonë jam neutral? Hiqësh që ashtu. Kush më hiqet, kush bendimi joti? Që si je neutral. Kush bendimi joti? A une s'ishna. Kush hiqet? Nuk kom qepin. Kush ka thonë? Kush ta ka shtin mend që jam neutral? Ti tu fol mëre që ashtu hiqësh. Ti tu fol, hiqësh që je neutral. Ky është bendimi jote. A jam neutral as jam? Të them kështu më. A jam neutral as jam? Ki drejt mëre që dush më kondash neutral, më zmi kesh kuptoj se ti që dush. A jam neutral as jam? Krenar. A jam as jam? Dyshush po bjen kontradikt, vish se po dush ti me mojt një anë gjithësysh. A jam as jam përgjith? Apo thua është e blokume vetë vendosja, nuk ka qef me kërkën, do me përminu as jam neutral, më së ndrotem në Krenar. Alternativ që po dojnë me nismën edhe me LDK-n, po thu ja, duhet me ta, se me ta, qysh me ta. A jam as jam neutral. Pse duhet ka me ju bind vetë vendosjes? Unë po ta hape qëta dhe të qëta ti me marë. Jo! Nuk mu e kanë qitë një person që nuk ta voton kërkosh. Të lutem, ti tash ti edhe po lutë, edhe lypës edhe zgjapë. Shtrim, edhe njëherë për Krenarin, Blerimin edhe kretë të tjerë që du që në studio. LDK-ja bën gabim fatal nëse me hinë qeverisje para. Do më thonë një përmen emra tjetë. Okej, tani vetëm kështu, nëse edhe kjo nuk funksionon. Nëse nga ana tjetër nuk funksionon as me PDK-n. Nëse nuk bëjnë as opozita e deri djesh me bashkë. Po bie që rrugdalja vetëm është Çelësi është zgjedhjet. Shkojnë të mirën vesh për zgjedhje. Po më rrëzgjedhjet janë zgjedhje më rëna. Ama është një problem këtu. Jo, të Për mirën zgjedhje vesh. duhet më bë konstituimi i kuvendit. Po, mirën vesh. Atëherë kjo mund të jetë te presidentja, për me shku në zgjedhje. te presidentja. Por edhe presidentja mund me adresu çështjen gjykatë kushtetuese edhe mos me prit më gjatë. Do më thonë edhe Çelësi është edhe te ajo. Po nëse adreson çështjen te gjykata kushtetuese, e zgjatet edhe më tutje procesi. Po le të zgjatet kushtet, se njëherë edhe për gjithmonë duhet mos zgjedh këto çështje. Gjykata kushtetuese e përmeni zoti Goshi më herët, po nuk zoti Goshi s'pe din çka ka dash gjykata kushtetuese me thonë. Që kjo problemi zotit Goshi. Mos te komentojnë as zoti Goshi veç ka në 2014 pranverë, e di. Gjykata kushtetuese ka marrë vendim që partit politike, deputet e zgjedhën, duhet të jenë marrin pjesë në seancë, të votojnë, pro, kundër edhe të abstenojnë. Që janë rregullat demokratike pe që tuajtë në Alaskë. S'ka tjera rregullat demokratike. Ta po thonë ju duheni me çdo kusht me votu për. Jo zoti Gashi se çdo opozit ku don demokracinë botnore, është opozit me vetë faktin që synon ose mësyn, me rëzu, me bloku, mos me lon me qelë syt pushteti. Për shta ekziston opozita, kolegë dashtun. A ne bot mire shka. Po du me të bloku. Halil, po çështja është Çelësi. Hopën, tas me më shefin, shok, tis, po din me qeveris, po don vetën, si ki numrat, po të blokoj. Tash, gjykata kushtetuese për interesimin tuaj, e ka ngatru krejt çështjen. Se 2 herë po gjenden çështjen nuk gjykon. Që kjo problemi. Se një çështje nuk gjykohet 2 herë, sistemin kosovar, drejtësisë. E kjo drejtësia kushtetuese nuk e merret njëtën Londër dhe një herë. Çka do më on ajo? A di çka ka një fjali e ko interesante ai verdikt. Duhet çdo një kohë e arsyeshme. Cila është koha e arsyeshme për qita që ishin ju për ditë. Jo çdo 48 saat. Nuk ka kohë të arsyeshme se këta kanë kohën e dynjos. Këta kanë kohën e botës. Apo ju dham çmimet, apo i dhambin energjia elektrike në havo, apo i dham që po falimentojnë bizniset për ditë, apo i dham sanksionet e Bashkimit Evropian, apo jam që na i ka kthy shpinën miku Halati, që me thonë shteti i domosdoshëm, që na ka bon neve shtet. A muzitën ka që do puna? Europe Defender po pregatit. Ka muzitën vetë për shtet personal, me dominu shoqnin, me kop ata që Albin Kurti ju ka thonë analfabet funksional. 42%. 40% shqiptarëve të Kosovës i ka qytë analfabet funksional. Në atë idejt që i ka qitë në letër për programin politik vetë vendosës dhe ka thonë,
lëvizjave të vendosje mund të vijë në pushtet dhe të qeverisë veç në gjendjet jashtëzakonshme. Jo në gjendjet jashtëzakonshme të shpollën nga kuvendi, po që shtu të kriju krizat pa qena, edhe të thirë ndo vedikte e ndo budallaki që i kanë bon paravendësit e tyne qoftë edhe gjykata kushtetuese. Që ky verdikt i 14 është skandalos, se nuk ka ofru zgjidhje, veç e ka gacu çështjen. Që çështje mo nuk e merr gjykata kushtetuese në dorë, besoni. Prandaj kjo është blemje kohës për Albin Kurtin. Qoftë në opozita me bleku. Zgjedhet për pakta, qoftë nëse hon ish opozita, nëse hon karemin që për javë gjunë kë, zgjedhet kanë më mujtë matë, as i vjetë jo, hiq. Kjo kryministre, kjo peshijon, kjo në kun, shkelqimi tina me fanfare, me milic, me kërbaq, me antiplum, me gjipzi, me gjomatzi. Kjo që tash peshijon, që tash i ka vonë mirë që ko ka mirë mu bo kryministre. Më falli. Alina, ti me mitu me këtë zonin e gritur? Pasha zotin unë kum janis me po hajgave me shta njerës, besoni. Asë njëri që në interesu me shku, asë gjede, asë me i dhonë të vendit përse. Asë njëra, asë tjetra. Po qka ju konvenon kjo? Si konvenon të? Po pse duhet atër ta bëj këzu? Po që pse duhet ta mbajmë pezull? Po pse u bë, cili është fundi i botës. Zoti Sadiku, me dorëzu pozitën e këta kanon kurthin e Albin Kurtit. Albin Kurti nuk don me kriju qeveri, që është qeveri në një fjali. Edhe debatojmë rëzoj. Albin Kurti ka 30 deputet që kanë dorëzu, shko. Po s'është në rregull me fidan. Albin Kurti nuk don me kriju qeveri, te në vjesht. Po s'po dihet për shka. Ndërka ta nuk dojnë me shku në zgjedhjet që ta në vjesht, se e kanë pozicionin tron. Asë të kuptoni lojna, unë herën e kalu me këmënon bilet në ashtë ju minë hak me këta ish opozitin, lider. Ju mënon koni komplot. Që është një farë marrëveshje me bloku Kosovën. Marrëveshjeve? Komplot, kjo është. Albin Kurti është të bloku shtetin bashkë me qëta zoti Roma. Sepse këta nuk i kanë votat me këta nuk i kanë votat me po qeverit opozitës. A dini pse? Sepse lete ke jau dollë, zyrtaresht. Ka quleta për një loj tjetër qeverisje që nuk shkryp mo në këtu trojet Dardanoj Live, kurse i kanë këto tjerat nuk i bojnë numrat, po edhe me ledeken, e për marrë kushtrimi që është në fillim që për shkak të lojalitetit 2-3 deputetet pakicave jo sërbe, 2-3 këndej, 2-3 andej. Albini ka 48, ish opozita 48, që kjo blokoda që as gjykat kushtetuese, as drejtësi, as i bijëri s'mund me zgjidh. Edhe Albini mund me zgjidh veç, qësh mund Albini me zgjidh? Albini mund me zgjidh, qoftë me thirë, me bon marrëveshje, me bon kuvenit dhe me shpërbon me nëherë qatë ditë, në qatë seancë, qoftë në mahon me ju kalëzu drejtë, me honë osë për du qeveri me po të se jam në qeveri jam, qapë manin. Edhe s'po du kuvent heq, po du me qeveris me pushtet personal.